Nuk kam qa me shtu. Keni deklaru për këtë pjesë? Jo, kemi deklaru Jo, për deklaratën seksiste, a keni me marrë masa ndaj ti? Skandal ajo. Ndryshe unë jam kundër çdo deklarate të tjera dhe unë kam për mua janë të pafajshëm. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Ju në gjëhe zëtë jabë Gjiko, apo në jabë deklarat për deklaratën Fatos Geci që e partë për Hashim Thoqin, e vluar Shtokun? Kemi dhonë në deklaratën në emër të grupit parlamentar dhe nuk kam qa me shtu ma shumë, ka folur edhe kryetare e grupit parlamentar, por edhe kryetare e kuvendit. Po për këtë deklaratën seksiste që e partë e vluar Shtokut? Une gjdo gjë që ka kemi pas në emër të grupit parlamentar kemi deklaru. Si deklaru për këtë pjesë? Jo, kemi deklaru Jo, të gjitha. për deklaratën seksiste, a keni me marrë masa ndaj ti? Nuk jam unë... Po jeni në grup parlamentar? Unë jam vetëm... Po ani mendimin tanë? Deklaru media. Qëndrimi është i njëjtit me kryeministit Kurti. Po ato e deklaratën seksiste zonja Fejza ose njëri për juve që ka pas për vluar Shtokun me qenë se jeni edhe gru? Sigurisht që na nuk mendojmë që është një gjuhë e përshtatshme për Kuvendin e Republikës Kosovës dhe distancohemi prej asaj deklarate. Okej. Që të dy deklaratat janë të papranueshme. Skandal ajo. Deklaratë të tillë për shkrimtar s'kan koment. E patë një me gjuhë seksiste ndaj vluar Shtokut? Jam pa koment. A mendon që duhet me marrë masa ndaj ti? Është aty me votën e qytetarëve të popullit dhe është përfshirë një grup parlamentar, një subjekt politik. Në ata duhet me marrë edhe votuesin e të për organizatat që nuk e funksionojnë. Është skandale për të. Po kesh. Që mendojnë? Po, që gjësë është të drejtë. E për deklaratën Speciale është e pa drejtë. e deklaratën seksiste ndaj vluar Shtokut? Zonja Kryeziu, sidomos për deklaratën seksiste ndaj vluar Shtokut, me qenë se jeni edhe gru? Ndryshe unë jam kundër çdo deklarate të tjera dhe unë kam shprehë qëndrimin tim publik me 10 herë, 100 herë në raport me gjykatën speciale dhe të gjithë ata që janë atje në Hag aktualisht. Unë jam shumë i sigurt që drejtësia në fund do të triumfojë dhe ata do të kthehen në Kosovë, por mua janë të pafajshëm gjithë nga ata, përfshirë Hashim Thoqin, Katrinë Serin, Jakub Rastishin dhe Recep Selimin. Deklaratat e tilla janë të pamatura, të papranueshme në Republikën e Kosovës në raport me gjendjen aktuale. Edhe një deklaratë seksiste e patë për vluar Shtokun, nëse ke mujtë me po? Dëgjoj, janë gjëra brenda Parlamentit të Kosovës, deputetët brenda Parlamentit të Kosovës e kanë imunitet dhe besoj që këto gjëra duhet diskutohen brenda seancës po flas. Të Kosovës natyrisht janë të papranueshme për çdo individ, në këtë rast lemoni deputet të bëjë deklarata të tilla seksiste. Po, edhe për fund, keni farë dilime nëse ja ka shkruaj dikush çfarë deklarata ti, Ilir Kërçeli bleu tha, apo e ka shkruajt vetaj? Dëgjoj, nuk e dini gjë të tillë, do ta pyetni deputetin për një gjë të tillë, por me asa e pash në video, nuk besoj që ka pas hapësirë me shkruaj dikush një rreth. Ndoshta me mesazhe ka thënë se diçka e tillë? Nuk besoj me sa e pash në aty s'ka kush me sfalë në kuvend, por për këtë gjë duhet të pyetni deputetin. Është Naj masa duhet mu marrë ndaj ti, me qenë se është deputet, pjesë e grupit. Punë të kuvendit të Kosovës jetë mjaft. Zonja Shala, e për vluar Shtokun që ka deklarata seksiste nuk keni reagu? Çdo deklaratë seksiste gjithmonë të reagu. Për këtë rast. Mirë se këto deklarata mos më keq shpërtor se nuk kanë bëjnë vetëm me një figurë ose vetëm me një parti politike. Do të thotë edhe Vlora Shtokun është dashur të reagojë atëherë kur është sulmuar zë Madriana Matoshi. Kështu që mos përdorim standardet të thjeshta dhe më reagu vetëm për një parti. Në fakt ajo deklaratë është e papranueshme. Edhe përveç luftës, edhe ushtrisë ligjtare të Kosovës, po ashtu ajo ofendoi edhe deputetën, e cila po ashtu ka një deklaratë shumë e rëndë. Kështu që unë veç i kërkoj vetëvendosjes me u distancu prej kësaj deklarate.